Mungesa me të vërtet përgjithësia e Ministrisë së Ekonomisë në këtë rrafsh. Betim, me të vërtet është jashtëzakonisht shqetësuese me ditë riskun e lartë. Njerëzit përgjegjës, Ministria e Ekonomisë, qeveria në përgjithësi, Keku, me çfarë risku të lartë jemi duke operuar në sektorin e energjisë, gjumë natën nuk është dashur me i marrë. Po është dashur të mbyllen në zyre me javë të tëra e të binë plan dinamik të planifikimit afat shkurt dhe afat gjatë me dalë nga rreziku i lartë i operimit të sektorin e energjisë. Ne jemi duke operuar në sektorin e energjisë në termoelektrana të stërvjetruara që është dashur të hyjnë në riparimin e vitin 2019, ku është një raport i Komisionit Evropian ku thotë duhet me hyjnë në riparime që tash do deshin në funksion, që nuk kanë realizuar, janë dalë ato investime, risko, ato janë makineri, për çdo moment mund të prishet një element i caktuar makinerik edhe mund të na nxjerrë mund na çojë në kolaps energjetik. Dhe risku është shumë i lartë. Institucionet përgjegjëse do duhet të mbylleshin në zyre me orë të tëra deri të ofroheshin një strategji. Mungojnë investime strategjike. Sot nuk kemi plan as afat shkurt e as afat gjatë si të dilemi nga kjo, që po rritet 15%. Kush garanton që në fund të vitit do të kemi energjitë e mjaftueshme? Kush garanton që në fund që në vitin tjetër nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë? Absolut askush nuk mund të merr ndonjë përgjegjësi sepse mungon llogaridhënia dhe përgjegjësia politike dhe profesionale mbi kompetentët që janë përgjegjës. A kanë ide zotje Jupi se si të zgjidhen këto çështje që ngrihen? Tash na po folum, ideja është ide më shumë ka vonë ky grupi. Na jena sot në një pikë që tash nëse e këshyrum ato, tash veç po du me të kundërshtu pak edhe të rruga minimale. Do me thonë, kur u privatizu Keku, Kesko, Kosti, ke kanë qenë kek. Nëse kthehesh 15 vjetë më herët, rrugat kanë qenë të gjitha për turve njëjtë. Sot Keci i ka rrugat më të vogël. Pse? Se cilë investim Kec reflekton në faturat tonë. Qashtu metodologjia. Tash, qa kanë bona? Këshyra Keku që kanë rritë. Nëse ata kanë posë rrugën njëjtë, tash nuk janë njëjtë. Jo, tash ata kanë që se cilën zgjedhje, so 15 vjetë aty në rritet se janë 3.000 punëtor, këta kanë me tash, para menut së ndikon. Është për me thordhë keq, që ka posë punëtor në keq, që ka morë rrugë më të pak së 350 euro në muj. Është keq me thordhë, po, duhet me arrit, duhet me reflektu, po, duhet me paguna. Ose në rrojna metodologi, na po folëm për kushte që janë sotit. Ligjet për energji. Operatori është i obligueshëm ty 24/7. Se te rrit konsumin për me njëherë. Tash problemi është për atë, na kena kërku para 3 vjetë me kanë 3 njësi tarifore. Që ti e drejta minimale, njerëz do të më kursy rrymë, këtë botën kursy në rrymë. Tash nëse te përdor për luk, se vjen ai i jashtë dhe nuk është rryma për ngroje ku s'ka mundësi, nuk është rryma për ngroje luk. Nuk ka luks. As nuk është vepër penale, as nuk është kundër vajzave gluten. Momentalisht rryma që është, unë ngrona me rrymë edhe me termokos. Unë e paguj ma shumë për banes me metra katror, sot dikush që nëzjet me me rrymë. Termokosi është trajt. Kërkush për tash përfolëm se këtu dhe qytetarve ju ka preke dhe termokosi. Tash kur të këshysh barabar, termokosi, rryma, uj, betorinat, dhe më thonë, krejtjën puna që në famnyra kishë shërbimes, neve të në shtrajtu, a ne, kur kush nuk nga garanton që nga u ka rritë cilësia. Ti po thonë, po, nuk ka luks, për atë politikat energetike do të me menu që ka me bo. Do me thonë, me subventionu... Kosova s'ka përfitu kur gjonë edhe pse na u kanë rrit ne faturat, pse na u kanë rrit faturat. Kjo, njëgëm, që to është problemi. Na nuk jemi këtu, na nuk jemi të pagum, nuk jemi këtu për me gjithë zgjidhje. Ata zotnit atje morin paga, ata morin rroga 1000 euro. Jo, na përjehëm alternativa. Në krejt komendet që i kemi dhonë, na ju kemi të rigu, që ka me bo? Edhe na nuk kemi konë as ekspert fusht. Po
thjesht i kemi thirr arsyes, kemi fol me njerëz që din, jemi konsultu me njerëz që din, kemi marrë rekomandime për njerëzve që din. Thjesht, pse na ka kushtu rryma mashtrajt? Na ka kushtu rryma mashtrajt se ne mashtrajt na ka kushtu megavati në linjë me transportu deri në Kosovë, se sa me ble në vend. Pse? Jo ka dështu dikush, pa ka ndasht me lujt dëfisht në raport me furnizimin, me kthimin e energjisë elektrike që ja huazojmë Shqipërisë. Në këtë farë muhabeti, dikuj i ka leverdis me bo biznes. Njëjtë qysh ka ndodhë që ka mbet një vit e sa një blok i Kekut jashtë funksioni dhe ka kushtu 36 milion a 37 milion euro. Thjesht, na kërkojmë stabilitet energetik, kërkojmë mes më na urrit faturat, kërkojmë që çmimet e furnizimit që bëhen të importit t'jenë transparente dhe në rast se çmimi i energjisë në bursë sillet 100 euro, 130 euro, të mos na faturohet, ne ta paguajmë në vitin pasus në emër të borxhu që s'ka mri të mbulohet në vitin paraprak. Tu e pas parasysh krejt këtë situatë dhe këto që shpjegoi zotëria Jupi, a ka zgjidhje, a nuk ka zgjidhje që këto fatura mos me urrit? Zgjidhja është duhet me subvencionu dikush. Po do me thonë prapë në vetëm subvencionim, kur subvencionohen prapë janë tona. Veç pak, na jena të e pagu shumë e shtrejt, se u subvencionu edhe vjet, edhe par vjet, do me thonë është problemi është që na nuk zgjidhja është që jena të bona, nashta është plotësisht e drejt që zot më shtrajtu. Nëse shtrajtuhet 15%, edhe buxheti i familjari jam i ka më dëmtu. Unë duhet atë 15% që ndikon me jek, se s'ka pare tjera, që ato që i kiki. Po problemi është që qka duhet me bosë që kjo, a ka dikush plan me thonë mas 5 vjetë që kjo s'ka në orë dhe njëti problem. Se na jena për më shtrajtu, pe shtrajtojnë a 25%. Po e dina na që mas 2 vjetë, do me thonë është që mas 2 vjetë ku jena, na pëdina fajtori, raporti po të galëzën, Keci po thëtë, ka dështu programi Kekut. Aja ka blenë 180, vend që me morë 29.5, dikush do të me pagu që ato. Pse aja tje ka dështu edhe del komunikat thët, na e në donë fitim. Po çfarë fitime më në e donë ti? Unë e të të pagu fitimin ty? A për vrenë qysh, krejt që a flitet është që Keku ka donë 100 milion. Unë e kënë subvencionu 200 milion, ajo donë 100 milion fitim. Ja me timu 200 milion edhe unë e dalë 100 milion fitim. Problemi është që cida është zgjidhja. Zgjidhja është, a duhet, unë e plotësisht e kuptaj, protest kam qenë se isha a duhet më subvencion, pse me pagu qytetari 5 herë, pse budgetit familjar, çfarë zgjidhje ju ka bo me subvencionim? Do me thonë, kur ka qenë subvencionimi pajisjeve eficiente, kanë qenë mjetet e BE-s, na kena reagu 2 herë, kena thonë, jep një pare qeveria subvencionoj, se njerës po dojnë me kursy rrymë, jo veç që kash në ka e BE-ja. Po për të kësaj, kjo ka ngarku, edhe rjetin energjetike ka bot pa përballueshëm. Jo, kushti ka qenë me fitu, dikush e subvencionë du për kur ka qenë piku, kanë thonë arrym kopë, nuk po e mban rjeti për arsye se janë kërkesat e larta. Aty kanë orë 2 javë, është 2 javë para vitit 3, kur kam rije, ajo është diaspora që unë shu për me njerë. Po jo, problemi i subvencione, mos t'i kështë pas ato subvencionet BE-s. Ti sot e kështë pas halon ma shumë, veç po të regoj... Jo, që ato subvencione kanë diku që krejt njerëzit, po thëmë edhe në përfshatra, me e kanë stimulu blerjen e klima, edhe janë largun nga peleti, edhe janë largun nga thëngjilli, edhe janë largun nga druri, duke... Nuk e mujt me apliku nëse nuk i ke shpenzu 800 megawatt.